ndjekim edhe një copës tjetër nga shfaqja, nga interpretimi mrekullueshëm i Ytit dhe i Yll Kamujos. Marie Curie vdiq nga radioaktivitet. Çmim tjetër Nobel? Po, për zbulimin e radiut dhe Polonin. O, zot Marie, nuk ka por. Mund ma kështë thënë të gjë për parë se të bëja propagandë feministe. Po kjo është një mrekulli, Marie. Dëgjoj këtu, askush nuk merr 2 çmime Nobel. Askush nuk merr 1 dhe aq më pak 2. E po kjo është vërtet e jashtëzakonshme. Mirë, por Marie ti je një kryevepër në trajt njerëzore. Po shkoj të marr shampanjë për ne edhe tort për vajzat. Ato që dua. Më mirë, vetëm e kapela. Da nuk duan që nuk të shkojnë në ceremoni. Komiteti Nobelit më kërkoj të mos shkoj. Mos shkoj ceremoni që organizohet për ty? Shaka është kjo? Skandali. Të thash që është më keq nga që imagjinon. Karriera ime mori fund. Jo, nuk vendosën në ta. Nuk duan që prezenca ime të njollos ceremoninë. Ashtu, e pa atëherë më vjen shumë keq për ata, sepse ceremonia është e jotja. Armela, si e ke ndërtuar konceptin regjizorial të kësaj shfaqjeje që nuk është edhe aq e lehtë, për sa kohë bara e të gjithë lojës i bie vetëm dy aktoreve? Sfidat janë gjithmonë të bukura. Mua personalisht në aspektin regjizorial më pëlqen gjithmonë të eksploroj jetët të njerëzve të cilët kanë jetuar më përpara. Aty kurioziteti im ndizet edhe më shumë dhe nuk është vetëm kurioziteti, por është edhe respekti me të cilën këto figura duhet të ndërtohen. Kur unë kam bërë veprën e parë të bazuar në një histori të vërtet, që ka qenë Qielli i heshtur, ka qenë me 3 gra përpara 8 vitesh, ndoshta pak më shumë, ka qenë me 3 gratë e para astronome në Universitetin e Harvardit. Sigurisht që në atë, në momentin që merr vepra të tilla të kësaj epoke, të cilat kanë një kornizë të caktuar dhe një filtr të caktuar me të cilën i sheh ti, nuk mund të eksplorosh shumë çuditëra regjizoriale, sepse duhet i qëndrosh konsekuent kohës dhe duhet të operosh me respektin maksimal për ato figura. Gjithmonë e kam konceptuar në qoftë se jeta ime pas 50 vitesh apo 100 apo 200 vitesh do vijej në skenë nga dikush. Unë do doja që qasja e atyre njerëzve të ishte si fillim me respekt ndaj meje. Edhe në rastin konkret, kjo vepër, përveç pjesës të marrjes të 2 grave të jashtëzakonshme të cilat kanë një marrëdhënie shumë të afërt dhe ndihmuese ndaj njëra tjetrës, në qendër është marrëdhënia njerëzore, është solidariteti me njëra tjetrën, është se si sado ulët, sado poshtë të biesh, sado e vështirë të jetë jeta, e para është momentale, çdo gjë kalon. Është një batut në shfaqje që mua personalisht më pëlqen shumë, ku thuhet që bota i zvoglon kaq pa mëshirë gjërat që dikur dukeshin të përbindshme. Pra, çdo gjë kalon. Forca njerëzore që ne kemi me njëri tjetrin, mënyra se si ne mund t'i qasemi njëri tjetrin ndjeshmërisht, pa gjykuar, pa shtyr, pa ngacmuar, por përkundrazi, për ta ngritur njëri tjetrin dhe për t'i bërë njëri tjetrit atë që do donim të na bënin në një kohë të vështirë. Dhe kjo vepër është specifikisht për këtë, në memorjet e Marie Curies është pikërisht ky moment, ku thuhet që Herta shkon e merr dhe shkojnë në Angli të dyja bashkë dhe kalojnë një verë. Dhe Maria thot që në atë verë, ajo verë mua më shpëtoi jetën, sepse Maria ishte në pikën e saj më të ulët. Dhe kjo vepër nuk është thjesht për 2 gra të jashtëzakonshme, por është për 2 njerëz se sa pushtet kanë për jetët e njëra tjetrës dhe se si ne mund ta ngrëm njëri tjetrin dhe ta bëjmë këtë botë pak më të mirë. Megjithatë, tragjikisht, pas disa vitesh, Marie Curie do të ndahej nga jeta edhe si pasojë e rrezatimit të madh që kishte marrë nga eksperimentet që kryente në ato dhomat, në ato studiot e saj. Madje edhe varri i saj është izoluar për shumë kohë, sepse pavarësisht që ishte nën dhe, vazhdonte rrezatonte radioaktiviteti që mbarte.